Sa herë keni parë një fëmijë me autizëm që tund këmbët, krahët, që rrotullohet rreth vetes, që ecën në majtë të gishtave, që përsërit fjalë dhe dikë që i thot mjaft mos bëj ashtu. Le të reflektojmë një çast. A janë këto sjellje të këqija? A duhet t'i ndalojmë? Jo, dhe ja pse. Këto nuk janë sjellje të rastësishme, por janë mënyra që përdor fëmia për të qetësuar veten, për të shprehur emocionet, për të kuptuar botën që e rrethon. Është gjua e tij e trupit që komunikon me ne. Kur ja ndalojmë këto sjellje, a i ndihmojmë fëmijën apo ai ndihet më anksioz, më i parehatshëm, më i përhumbur? Një fëmijë që stimulon ka nevojë që ne ta pranojmë dhe ta kuptojmë, t'i krijojmë një ambient të sigurt ku ai ndihet i lirë të shpreh vetveten. Ndaj, herën tjetër kur të shihni një fëmijë që stimulon, mos ja ndaloni duart, këmbët, mos e mbani nga shpatullat për të ulur këmbët, mos i thoni ri mirë, ri siç duhet, por mbështeteni dhe kuptojeni. Një fëmijë që stimulon nuk ka nevojë të korrigjohet, por ka nevojë për ne.